distancë e largët, që nuk mund të vi në momentin që lëshohet nga Irani të vi direkte. Ne ka kalon një kohë dhe ditën e parë kemi pas 4 valë të ndryshme sulmesh në Katar. Por duhet të themi që situata është e qetë, sepse edhe dalja ime është edhe më shumë edhe për të qetësuar qytetarët. Neve duhet të dëgjojmë autoritetet shtetërore dhe lutem, me që jam edhe në televizion, të ndjekim faqen e ambasadës Albania Embassy Doha. Ne të gjithë informacionet që marrim nga Ministria e Punëve të Jashtme i publikojmë në faqen tonë të Facebookut, platformës X dhe në faqen e Facebookut të Ministrisë për Europën dhe Punë të Jashtme në Shqipëri. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me prototan, si me ministrin, si me të gjithë drejtorët tanë dhe informojmë në kohë reale mbi gjithë situatën. Shtetësit shqiptar lutemi të plotësojnë protokollet që ne shfaqim në faqen e Facebookut, por dhe të ndjekin faqet zyrtare të Ministrisë të Punëve të Jashtme të Katarit. Edhe sot vazhdon ka 3 ditë radhas që edhe të gjithë institucionet si shtetërore si private e ndjekin punën nga shtëpia. Ju lutem shtetësit shqiptar të eviton daljet jashtë dhe të gjithë, po nuk patën ndonjë nevojë edhe emergjencë, të rrinë në shtëpitë e tyre, ju bëj thirrje të rinë në shtëpitë e tyre dhe të evitojnë daljet. Ambasada është 24 në 7 e hapur. Ne kemi publikuar numrat tonë personal të emergjencë. Unë dhe diplomati tjetër, unë jam i ngarkuar me punë, dhe kemi bërë një punë shumë të mirë sepse kemi ngritur edhe një grup WhatsApp-i ku kemi përfshirë të gjithë shqiptarë që jetojnë në Katar. Ne kemi rreth 200 shqiptarë, më pak ose më shumë një numër që jetojnë këtu, dhe të gjithë i kemi përfshirë në grupin e WhatsApp-it dhe përveç informacioneve që ne updatojmë në faqen tonë të Facebookut, si në faqen e ambasadës, si në faqen e Ministrisë të Punëve të Jashtme, duke dërguar ja u përcjellim dhe në WhatsApp.